Jo. Apo e shef si vlerësim? Do duhet normal. Shiko, unë kam diskutuar me njerëz të ndryshëm që edhe më kanë pyetur me thënë vërtetën se çfarë do sugjeroja unë si kandidat, dhe kam sugjeruar kandidatë të ndryshëm. Midis atyre edhe 2 personat e tjerë që i njoh, zonjën Çepani pak më pak, por kam shumë respekt dhe vlerësim. Florianin pastaj kam pasur rastin të komunikoj shumë më shpesh, e njoh pak më mirë dhe kam gjithashtu jashtëzakonisht vlerësim, është djalë i shkëlqyer. Kështu që në fakt i kam propozuar dhe vetë, dhe me sa duket nuk jam i vetmi se ka pas dhe propozime të tjera për të njëjtin person. Kam propozuar dhe 3-4 emra të tjerë. Kush janë? Mund të na i thuash apo? Që edhe unë do përfshihesh. Për arsye etike do duhet të merrja leje, nuk më duket shumë arsye. Janë persona. Që? Vetëm një gjë të shkurtër. Janë persona të gjithë të cilët përpara se ta gjeja veten në këtë lloj gjëje, kam pas një mendim timin. Dhe unë mendoj që në situatën aktuale partia më e madhe e opozitës, PD-ja, nuk mendoj që është në gjendje të fitojë zgjedhjet në Tiranë. 2 as partitë e tjera natyrisht. Në qoftë se, jo. I vetmi kusht që të fitohet, si kontekst që duhet vendosë është kjo, do duhet bashkohet e gjithë opozita dhe do duhet një kandidat i cili merr vota përtej atyre votave që sjellin partitë. Ti mendon se një kandidat që merr vota përtej atyre të PD-s? E shef veten si një tillë? Do më duhet shoh sondazhe për këtë gjë. Si mund ta them unë për veten time? Çfarë mendon që mund të them unë për veten time? Nuk e kam zakon që të filloj tash edhe të. Ka një pyetje Dyrnjaja për ty. Erman, përshëndetje. U tani po ndiqja mënyrën se si po komunikoje, në fakt dhe po mendoja sikur të isha një qytetar që po sheh kandidatin e ardhshëm të Partisë Demokratike nga televizori i shtëpisë. Të juve... Po si jam kandidati i Partisë Demokratike. Edhe në qoftë se do t'isha kandidat, do t'isha i Partisë Demokratike. Më fal. U shpreh nga bim kandidati i opozitës. Okej, ose kandidat i opozitës të bashkuar e tjerë. Më lejo që të kërkoj ndjes për ata shimin. Çështja është që nga mënyra se si ju e vendosni veten në këtë diskutim, e filloni direkt me minus 20 pikë në sondim veten tuaj përballë rivalit. Pra, mos keni vepruar gabim taktikisht duke hyrë në një diskutim a priori dhe shumë të parakohshëm për këtë çështje? Pra, më mirë kupto se përpiqu të futesh te filozofia edhe psikologjia e ime si qytetar. Pra, unë po shikoj një njerëz që është me dilemë, a duhet futem, a mos duhet futem, a fitoj po jo se opozita s'është e bashkuar, këta janë gjithë pro me janë. Pra, që këtu e ke humbur garën, them unë. Një njeri që e njeh politikën siç jeni ju, që keni qenë afër njerëzve me pushtet politik, mendoj se është një kandidaturë e konsumuar kot emri juaj, i hedhur kaq shpejt në treg. Mendoj që është më, si më thënë, më dinjitoze të riqeshit se sa të vazhdoni të investoheni bosh. Mendoj unë, sugjerimi im. Do të riqem nga çfarë? Qoftë nga portfolio. Mos më përmend. Mirë, nuk është në dorën e Asimës kjo. Me gjithë që po nuk jam kandidati i mundshëm për të diskutuar në ajër. Unë do pranoja në këtë kontekst si ministrisht. Politika nuk pyet kështu. Pra, e merr dhe përdor emrin pa pyetur. Okej, jo, thjesht do erdhi po thoshte që politika nuk do ta përdorë emrin dhe pa të pyetur. S'mund t'i kërkojmë këtë lloj gjëje Ermanit. Ai thotë që unë jam gati vëlla. Po ai s'po thotë që unë jam gati. Kur të më vi diçka konkrete. Ja ta dëgjojmë. Ai po pret atë që s'do vi. S'do pranonte minimalisht ishte intervistë. Ta dëgjojmë pak. Një sekond. Asimen që pastaj të kalojmë në studio. Mua kjo gjë më gjeti relativisht pa përgatitur. E dija që diskutohesh, nuk është hera parë. Në para disa vitesh më është propozuar direkt, s'ka një mister të madh që se detyrohen se mos bëhem shumë si misterioz. Nga ish kryetari PD-s asaj kohe, në zyrën e tij u propozua një pozicion i lartë aty nga ato pozicione që hapin rrugën për karrierë të tjera. Dhe me shumë gjasa, nuk e di. Me shumë gjasa. Por nuk ishte problemi, ai ishte gënjeshtër apo jo? Jo, gënjeshtër janë lule, jo, ka qenë nga tjetër kush gënjeshtër. Jo, nuk po thoja për vete, jo, e kuptova shumë mirë atë që po thoni. E kuptova shumë mirë. Po më pa mund të ketë qenë edhe gënjeshtër, ka persona që janë gënjur, ka persona që nuk janë gënjur dhe ka funksionuar. Çon si ka. Nuk ishte aty problemi, këtë çështja besueshmërisë, ishte problemi që unë nuk mendoja që ishte momenti i dur. E kam pas, s'kam pse ta msheh, ka pas momente tjetës time që kam dashur të angazhohem publikisht, publikisht angazhohem gjithkohës, po politikisht,
Kam qenë këshilltar i kryeministrit, kam ndej 8 muaj aty. Kam qenë personi që në 2005 kam dalë dhe kam thënë gjithë njerëzve në televizor, si të thënë si PD-s që fituam zgjedhjet. Dhe në 2015 me Gjergj Beraxhiun, për cilin, me thënë vërtet në pyesni dhe Gjergj, unë kam qenë personi kryesor që e ka bindë që t'i futet asaj gjë, dhe sidomos, jo aty se aty kanë qenë 2-3 tjerë, po sidomos më vonë pastaj, mas 2 vjetësh tek zgjedhjet pastaj më vonë, po që u prishën, se u shkatruan zgjedhjet e tjerë. Domethënë këtë lloj gjë e kam pas edhe ashtu. Tani çështja ashtu. Unë isha në jetën time normale, ambicien e kam aty, ndoshta mund të vi një ditë që t'i futem asaj gjë, ndoshta dhe s'vjen asnjëherë dhe ju siguroj që jeta ime do të jetë do vazhdoj njësoj. Po para shumë e rehatshme. Kam me çfarë të merrem. Kam me çfarë të jam fal vetëm një sekondë. Po jam fal. Nuk është se jeta ime varet nga kjo gjë. Çështja është e thjeshtë. Në qoftë se unë një ditë do t'i futem diçkaje, do t'i futem vetëm sepse ajo gjë shkon në drejtimin atyre parimeve që kam unë. Po për të futur për thjesht për të bërë karrierë, ose për të futur për plotësor numra, për të qenë kandidati i këtij, ose masha e këtij, ose nuk e bëj, e kam pas mundësinë për ta bërë. E kam pas mundësinë për ta bërë më herët, para 20 vjetësh, e kam pas mundësinë për ta bërë edhe më vonë, e kam pas mundësinë për ta bërë edhe në mënyra tjera dhe nuk e kam bërë. Nuk më intereson. Nuk më duket interesant. Ermal, të bëj një pyetje të fundit para se të lë të lirë. Mendon që opozita me një kandidat të mirë, të dur, qoftë ti apo dhe dikush tjetër, pak rëndësi ka, i fiton këto zgjedhje në Tiranë përballë Manastirliut dhe Partisë Makinerisë së Partisë Socialiste? Unë mendoj që është plotësisht e mundur. Dhe ajo që kam thënë shpesh është kjo, pa e ditë që do isha unë objekt i kësaj gjëje që po thoja. Dhe një nga objekte, se s'jam mi vetmi. Thash, janë 3 emra që janë diskutuar, zoti Mbyllur Bashi mund ta përgënjeshtrojë dhe thotë që s'janë diskutuar, është e drejta legjitime atij dhe unë kam flas për Partinë Demokratike, Ermal. Pra Partia Demokratike po kërkon gjej një model dhe pastaj emrat në mënyrë natyrale i atashohen modelit. Patjetër. Unë jam pra mos ma merr në atë aspekt, nuk po përgënjeshtroj gjë. Absolutisht fare. Unë po të njoh të drejtën legjitime që të thuar se çfarë është bërë, çfarë është përmendur, është përmendur etj. Por mos ka rëndësi, në momentin që ti thu që ti tipit nuk ja ka përmend emrin edhe po ja fut kot, jam plotësisht dakord me ty. Nuk ka lidhje me përmendje, mund të jenë përmendur shumë emra. Ajo është çështje, mund të jetë emra shumë të mirë, por nuk përputhen me modelin e kandidaturës që vendoset për tu zgjedh. Pra nëse do të jetë kandidati i Partisë Demokratike, ti mund thuash që ja unë nuk duhet bëhem pjesë e kësaj. Është krejt legjitime apo jo? Pra arsyetimi jote shumë racional, edhe qëndrimet që kam parë, unë të tua nga 10 paktën, edhe kjo që po dëgjoj tani është krejt racionale. Një gjë nuk bijem dakord, në momentin kur thua që Partia Demokratike nuk i fiton këto zgjedhje, se po qesë se ka potencialin Partia Demokratike, të gjithë partitë e tjera janë shumë të vogla dhe një kandidat i vetëm nuk e plotson dot gjithë gepin. Pra, këtu është nuancë mes meje dhe teje. Pjesa tjetër është krejt racionale, nuk e faj ti fare, e kam kaluar dhe unë kurrizën të shkuarën, dim shumë veta, partitë nuk pyesin kur fillojnë ta përdorin emrin, kur ta hedhin xhiro, ta mund më mira është kur emrat e kandidaturave nuk përmenden publik, janë mbeten pjesë e një negociate, po kjo është një proces krejt normal, nuk ka asnjë gjë për të çuditë. Qëndrimi jot është shumë i qartë. Dhe unë mendoj do ishte problem që do thoshe unë nuk e kam ambicjen. Pra, në momentin kur dikush ka ambicjen që të marrë përsipër një angazhim kaq të madh politik dhe publik, më pas aty gjehen të gjitha, edhe programi, edhe Ermal, unë të falenderoj shumë gjithsesi, edhe të uroj suksese. Faleminderit. Mbas herës tjetër, po u bëre kandidat, do jeshtë në studio si kandidat i zyrtar. Suksese, Ermal. Të presim. Jam zakonisht më rehat në pozicionin tjetër. E di. Kjo është gjë më e largët. Nuk i dihet.